Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit NTV. Edhe një herë tjetër jemi sot në këtë mbrëmje përballë jush për të folur mbi një temë e cila do të ketë interesin tuaj. Jam me gazetarin Grisela Zendeli. Falenderoj Lucian. Të lutem. Sot miq të dashur do të flasim ku dhe do të trajtojmë pyetjet në lidhje me refluksin. Çfarë është refluksi? Dhe cilat janë ato shkaqe që influencojnë këtë problem? Pra refluksi i stomakut. Mirë, Lucian, atëherë ashtu si edhe ti do të flasim për refluksin dhe pyetja e parë është nëse është e vërtetë që refluksi pra shkakton gjithmonë nga acidi i tepërt i stomakut apo nga ana tjetër mbasti mund të fshihen dhe probleme të tjera të tretit. Ne i shpjegoj pak. Pjesa e problemit të refluksit patjetër që do të përmendim dhe disa probleme të cilat bëhen ose shkaktojnë nga jetesa ose nga përditshmëria. Në fakt, shumica njerëzve e mendojnë problemin e refluksit sikur është nga acidi i lartë, por në fakt nuk është kështu, përjashtojmë disa raste të ulçerave kur personi ka dëptim të pompës protonike. Shumica e problemeve të refluksit zakonisht bëhet kur sfinkteri gastroezofageal qëndron i hapur. Domethënë, ne kemi pjesën e ezofagut, ezofagu është një mur muskular që bën të mundur kalimin e ushqimit nga pjesa e sipërme, pra pjesa e rrugëve të sipërme të sistemit digestiv, nga goja është pjesa e faringut, laringut, pjesa e ezofagut dhe më pas nis një sfinkter, që është sfinkter i sipërm gastroezofageal, që është pjesa e kardias edhe fundusit dhe më pas pjesa e poshtme. Midis ezofagut dhe stomakut ekziston një sfinkter që quhet ndryshe edhe sfinkteri superior ose proksimal gastroezofageal. Ky sfinkter zakonisht nga ushqimet e procesuara ose nga ushqimet e skuqura dhe nga ushqimet më së shumti me omega 6. Pra omega 6 më së shumti ndodhet tek vajrat vegetal dhe tek vajrat e hidrogenizuar, bën që ky sfinkter të dëmtohet dhe acidi në vend që të shkojë në duoden ose në zorën e holl del sipër dhe acaron ose skuq, inflamon murin e ezofagut dhe shkakton edhe një sindroma GERD quhet ndryshe, që shkaktojnë to ezofagitet ose ezofagitet të cilat lidhen edhe me skuqen ose me atë ndjenjen që sikur diçka këtu nuk po shkon ose acarim apo shtrëngim në pjesën e diafragmës ose drasës krarorit. Pra dhe njërë tjetër, armiku nuk është acidi kloritrik në stomak. Acidi kloritrik ose hidroklorik është një lëndë ose është një lëndë ose lëng tretës që bën të mundur denatyrimin e strukturës së proteinës. Pra denaturon lidhjet hidrogenore dhe ionike. Shkaku dhe problemi kryesor është se ky acid hidroklorik shkon në vend tjetër dhe i inflamon mukozën. Pra problemi nuk është tek acidi hidroklorik, por tek pjesa se si ne e trajtojmë çfarë i fusim stomakut dhe çfarë ne bëjmë në jetën e përditshme. Në fakt, Luciano, ne kemi disa zakone të përditshme, për shembull ngrënia e shpejtë apo darkat e vona, por nga ana tjetër dhe stresi kronik. Si ndikojnë këto të gjitha në shfaqjen e refluksit? Tani, tek shkaqet e refluksit ndon se përmend pak pjesën se një ndër faktorët ose më saktë armiku nuk është acidi hidroklorik. Darkat në oraret e vona ose ushqimi i shpeshtë, ushqimi i cili nuk përtypet fare por direkt gëlltitet. Disa nga shkaqet më të mundshme të refluksit, që refluksin e tha më parë që madje kur bëhet në mënyrë kronike mund të shkaktojë deri tek problemet e aritmisë ose deri tek problemet e ritmit zemrës, sepse presioni i stomakut shtyp diafragma prek pjesën e perikardit ose pjesën e perikardit parietal dhe më pas aty krijohet një ritëm i çrregullt. Shkaqet e refluksit është përtypja e shpejtë. Pra përtypja e shpejtë bën që sistemi nervor enterik i stomakut dhe pjesa mikrobiotës të ketë një koordinim elektrik jo të duhur. E dyta, ne më shumë kur konsumojmë ushqim gëlltisim ajër. Pra gëlltitja e ajrit bën të mundur që organet, pjesa e duodenit, e zorës së holl dhe e stomakut të mbushet më shumë, jo me ushqim, po me ajër, sepse shpërqendrimi, vëmendja jo e durë e ushqimit bën të mundur që nervi vagus, i cili del nga sulkusi lateral ose nga pjesa e qafës e medulës spinale, pra del nga pjesa e qafës dhe është nerv kranial i rëndësishëm që drejton pjesën e peristaltikës, motorikës, të sistemit respirator, të sistemit digestiv, gastrointestinal, bën të mundur që të mos dërgohet elektricitet, impuls elektrik dhe pjesa e një neurotransmetuesi të rëndësishëm që nervi vagus çliron është acetilkolina. Pra pësohet dështim elektrik ose elektricitet jo i shëndetshëm. Përtypja e shpejtë, gëlltitja e ajrit
do të sjellë që organet të mbushen me një ose do të rritet presioni abdominal, sikurse dhe darkat e vona dhe konsumimi i darkës para gjumit. Këto janë shkaqet më të mundshme të refluksit. Pastaj është edhe alkooli, janë ushqimet e procesuara shumë me sheqer, ëmbëlsuesit artificial e tjera me radhë. Na veço Luciano disa nga këto ushqime të cilat përkeqësojnë më shpesh refluksin dhe a janë ato të njëjtat për çdo individ? Tani, disa ushqime që mund të bëj të mundur që mund të themi ta përkeqësojnë refluksin. E thash edhe pak më parë, ndonse dhe ju e bët pyetjen e duhur, janë këto ushqime të cilat alkooli njëherë është i pari. Duhet kemi kujdes edhe nga ushqimet të cilat janë shumë të nxehta. Pra dhe ushqimet shumë të nxehta nëse konsumohen direkt me uri, e rrisin refluksin, sepse mund të hollojnë dhe acidin hidroklorik, por mund të krijojnë dhe një presion, ndjeshmëri, hipersensivitet, viscerosomatike ose somatosensoriale tek fije nervore parasimpatike në stomak. Pra, ushqimet shumë të nxehta, menjëherë direkt ushqimet e ftohta, që e supozojmë sikur ulemi në tryez, konsumojmë një ushqim shumë të nxehtë dhe më pas një ushqim shumë të ftohtë. Kjo është pak stres për stomakun, sepse çdo organ e kemi thënë që ka receptor, termoreceptor, nocioneceptor, kimioreceptor, mekanoreceptor. Tjetër, alkoolin që e përmendëm, janë pijet me gaz, janë pijet energjike, pijet cilat janë me konservant dhe me sheqera të shtuar, sikurse dhe ushqimet të cilat quhen fast food ose ultra të përpunuara. Luciano, nga ana tjetër, çfarë lidhje ka shëndeti i zorëve dhe mikrobioda intestinale me simptomat e refluksit gastroezofageal? Këtu erdhëm tek pyetja që unë doja të trajtonim më së shumti. Deri tani ne tham dhe u lokalizuam vetëm tek stomaku, që përmendëm përtypja e shpejtë, përmendëm që ne gëlltisim më shumë ajër, nervin vagus, që nervi vagus është tej mase i rëndësishëm. Për pjesën e nervit vagus ne do të bëjmë dhe një emision se si ndikon deri tek zemra apo deri tek neuronet e trurit. Ndërsa, pjesa e mikrobiotës, ne dhe këtu e kemi shënuar, pra përtypja e dur është armiku i shehur i stomakut, sepse bëjmë të mundur që të gëlltisim më shumë ajër. Te kjo foto të ndalemi edhe pak më vonë për ta trajtuar dhe më thelbësisht ose hollësisht. Tek pjesa e mikrobiotës tani. Kur zorët e holla është një problem në terminologjinë ose në pjesën e klinikës gastroenterologjike që lidhet me SIBO-n, me rritjen e baktereve jo të mira në pjesën e morit të zorës së holl ose në ileumin terminal. Pra kur ne kemi rritje të patogjenëve toksik, rritje të disa mikroorganizmave, të citokinave, ezëm interferon gamma, interleukinat, interleukin beta 1, interleukin beta 6, TNF alfa, rrugët inflamatore, nuklear faktor KB, do të bëhet e mundur që në zorën e holl të krijohet një rritje të këtyre mikroorganizmave, ulje të enzimave, enzima jo optimale, enzima të cilat nuk kanë funksion optimal. Dhe kjo do të krijojë një fermentim të ushqimit aty dhe do të nxjisë prodhimin e metabolitëve sekondar bakterial. Që procesi quhet deaminim oksidativ intestinal bakterial. Pra do të formohet edhe amoniak. Sikurse Helicobacter pylori formonte amoniak, edhe bakteret jo të mira, mikroorganizmat jo të mira bëjnë deaminim oksidativ ose dekarboksilim të aminoacideve dhe do të formojnë substanca toksike. Prandaj e themi dhe e specifikojmë që ushqimet e pasura me shumë polifenol, acide fenolike, iridoid, ksantonët, alkaloid, taninët, pra që janë perimet, zarzavatet, sidomos taninës thinën e verës, që tej mase i rëndësishme është dhe konsumimi ujit dhe konsumimi kaliumit, pra hidratimi dur për zorët ka shumë vlerë, sikurse dhe kajsit, kumbullat, vajulliri, ushqimet cilat janë të pasura me kalium, pjesa avokados, lëngu të mishit, ose kumbullat e thata, kajsit e thata, lëngu i mollës, ka shumë vlerë piepri, bostani, qershia, boronicat, manaferat, sikurse dhe e kemi përmendur dhe në shumë emisione, sa më shumë perimet të stinës, pra bishtajat, thjerëzat, suprat, cilat janë ushqimet lëngshme. Pra zorët kanë lidhje të ngushtë dhe janë një ndër zinxhirët më kryesor që shfaqin refluksin. Tek pjesa e përtypjes që unë e kisha këtu më parë, që përtypja ishte, nëse nuk bëhet siç duhet, është edhe një ndër armiqtë e fshehur të stomakut. Çfarë thuhet këtu? Çfarë ndodh nëse ne përtypim ushqimin
shpejt është se ushqimi mbetet në copa më të mëdhaja, më pas tretja rëndohet, stomaku detyrohet që të funksionojë dhe të punojë më shumë, dhe më pas ushqimet në zorën e hollë përthithen më pak. Pastaj bëhet tretja me ngadalt, ushqimi ngelet jo i përtypur dhe stomaku prodhon më shumë se ç'duhet acid hidroklorik. Prandaj pjesa e përtypjes ka rëndësi shumë të madhe si për të bërë të mundur një inervim të dur viscerosomatik ose somatosensorial, stimulon gastrin nga pjesa e qelizave të antrumit, që ajo me anë të mekanizmit endokrin bën të mundur që të çlirohet pjesa joneve të hidrogenit, por bëhet i mundur dhe që stomaku, vetë motorika, të kryejë atë që quhet peristaltik dhe ushqimi të dali. Pra krijohen fryrjet, krijohen gazrat, tretja e ngadalt dhe malabsorbimi në fund, që do të thotë një tretje dhe një përthithje jo e dur e mineraleve, e zinkut, e magnezit dhe hekurit. Prandaj nga refluksi ose me fjalën refluks ne kuptojmë dhe majën e problemeve ose majën e icebergut.